prej faktorë ose arsye të ndarjes kemi ku jenë shtu kriteret, për shembull ku vajza ose djali, për shembull, jetojnë në Kosovë me kriteret e Evropës. Kjo është problem, ne duhet jetojmë me kriteret tona në bazë standardeve tona. Pastaj ka mos përshtatshmëri të standardi i jetës, ku familjet për shembull kanë një diskrepancë të madhe. Vajza për shembull ka jetuar me një familje intelektuale, madje edhe ekonomikisht ngritur, djali nuk e ka kët, edhe ajo nuk përshtatet ose anasjelltas. Këto gjëra duhet të shikohen se janë plotësime të standardeve të kohës. Këto janë disa, po themi, prej gjërave që nuk përshtaten. Kemi raste për shembull ku kërkesat tash janë marramendse, mund të jenë të gjinia femërore të vajzat, për shembull, kërkon kritere, vajza është praktikuese fesë, kriteret i kërkon të tokave arabe. Thotë se në tokat arabe vajzat e kërkojnë këtë dhurat martesë meherin. Jo, ne do ta kërkojmë meherin në bazë standardeve tona që i kemi. Ndëgjueshmëria kanjëherë ka mungesë të ndëgjueshmërisë si rezultat i mos kuptimit të drejtave dhe obligimeve. Por ne do ta kuptojmë që burri ka tjera obligime, gruaja ka tjera obligime. Kanë të drejta secila palë, por secila duhet të ruajë të drejtat dhe obligimet. Shpeshherë ndërhyn tek pala e kundërt. Pra në këtë rast, djali ndërhyn të drejtat e vajzës, ose vajza, gruaja të drejtat e djalit, burri në këtë rast, edhe këtu vjen të shpërfillja e obligimeve, të zemërimi, të hedhërimi edhe vjen deri te prishja martesë. Hoq, sot kemi qasje, domethënë, përmes rrjeteve sociale me dëgju edhe imam ose hoxhallar tjerë të vendeve që jetojnë, domethënë, në perëndim, vendet që janë kryesisht jo musliman, mirë po ata funksionojnë, jetojnë muslimanët atje. Kemi dëgju, do të thotë, prej këtyre ligjëruesve që mirën me çështjet e martesës, të cilët theksojnë se gruaja ka raste kur sot një grua muslimane shkon tek një hoxh edhe do të thonë problematike saj është mos përmbushja emocionale nga ana e burrit. Do thotë burri qëndron mirë financiarisht, burri kujdeset për fëmijët sipas obligimeve që ai ka si bab, njëkohësisht ana financiare qëndron mirë po gruaja kërkon divorcin për shkak të mos vëmendjes nga ana e burrit. A është kjo një faktor i cili është i qëndrueshëm që gruaja me kërku divorc? Ka raste të tilla edhe në vendin tonë, jo vetëm në Evropë, unë kam përditshmëri të këtyre. Për shembull, ku gruaja thotë nuk më jep vëmendjen e duhur burri, a mund të ketë kështu? Ka. Për shembull, unë edhe shfryzoj rastin prapë me bothiri këtu nga ky pozicion, që burri do ta ketë në hatër dhe do të jetë i vëmendshëm se gruaja për shembull e pret të ditën, sidomos ne po flasim për gratë që janë familjare, që kujdesen për edukimin e fëmijëve, qoftë gjatë periudhës së lehonis, qoftë më pastaj, vjen burri nga puna dhe nuk jep vëmendjen e duhur për shembull bisedes, hyn drejt në rrjete sociale, kalon një kohë gjatë në rrjete sociale, është natyrë e gruas që ta humb besimin te pala tjetër dhe të krijon një lloj dyshimi paragjikues që mos vallë ai mund ta ketë dikon tjetër ose të anën ka dikush tjetër. A mund ta ketë me vend gruaja këtë paragjikim? Mund ta ketë me vend nëse kjo shkon do thotë bëhet për dëshmëri, bëhet po themi të burrin po themi një pjesë standard i jetës, ku ai nuk jep vëmendjen e duhur as gruas as fëmijëve, atë do është gabim. Mirë po, a duhet që ky problem të bëhet faktor i ndarës? Jo. Ne duhet ta trajtojmë këtë problem, se nëse shkojmë ne me kësi standarde, nuk do të mbetet në martesë, po them asnjë çift, sepse nuk ka çift që nuk kanë probleme, por ky problem duhet të trajtohet, duhet të vetëdijsohet burri në këtë rast që pjesën kur të kthehet nga puna, do të ulet me gruan, do të jap vëmendjen kërkesave të saj, shkurt një jetë thjesht ta pyet për obligimet e saj, lodhjen e saj, në përditshmëri ose në risi gjatë ditës, me qëllim që gruaja ta kupton se burri ka interesimin e tij për te, sepse shpeshherë anon te gjinja femërore kjo çështje, por jo dhe të bëhet kjo shkak i ndarjes tash. Po. Hoq, nuk po mundem edhe pa u ndal te pjesa e, domethënë kur vjen puna te divorci, te ndarja. Qysh e shihni ju
si një person që keni kontakte të përditshme me rastet e tilla, në shoqërinë tonë, fajtori, dim që gjithmonë ndonjëherë mbetet edhe jetim edhe gjithmonë ekzistojnë dy palë, unë konsideroj që janë fajtor. Asnjëherë nuk është 100% njëra palë, njëri mund të jetë pak më investues në faj ndoshta, mirë po që është i përbashkët gjithsesi. Por, te kjo përqindja, kush konsideroni që më thonë e ka atë përgjegjësinë më të madhe sa i përket pjesës divorceve tek ne sot, duke u bazuar në punën e juaj të përditshme? Po, mund të them sinqerisht që me që ne tham po jetojmë në shoqëri tani, po jetojmë në globalizëm, të dy gjinit janë të ndikuara prej shoqërive të tjera dhe varion rasti pe rastit, mirë po aty sillen. Mund të them 50-50 sillet fajësia, po themi, ku për shembull gjinia mashkullore këtë rast, burri kërkon standarde të gjeneratave të kaluara me i apliku në këtë gjenerat. Edhe kjo dëmton martesën, për shembull thjesht që nuk janë dakorduar në gjatë aktit martesor, sepse nëse pajtojmë thënë në aktin martesor që gruaja mos të punon, kujdeset për fëmijë, ka pranuar gruaja është okay. Mirë, po nëse ndodhe kundërta, atëherë bie që ti ja ke uzurpuar të drejtën e saj, sepse jeni dakorduar që ajo të punojnë. Po flasim gjithmonë mbrana kornizave që i lejohet puna saj. Ose për ndonjë standard tjetër. Ose gruaja për shembull kërkon standard jetës që e ka të pamundshme burri, për shembull kërkon kushtet jetesës, do thotë që burri nuk mund me arrit për momentin. Për shembull mosha e tij është moshë, po themi 20-25 vjeçare, ende është fillimi i karrierës, aja kërkon për shembull standarde të një banese luks, të një veture luks, e të ngjashme pushime, do thotë kohë pas kohë me kështu me radhë, nuk mund mi arrit edhe vihet e zbehja raporteve të prishja e martesës. Këto janë më shumë të që sillen në kohën tonë. Tradhtia është shumë e theksuar në këtë kohë, po themi kushtimisht për dy gjinive, por bukur shumë anon gjinia femërore, gjithsesi ka hisë edhe gjinia mashkullore. Krejt këto vinë si rezultat, do thot, i shpërfillës ndaj normave fetare islame, sepse në momentin që të dy gjinit e kanë frikë Allahun edhe i zbatojnë normat fetare, atëherë do më thonë qëndrojnë mbrana kornizave dhe nuk vijë deri te ky problem.